Eficienca e energjisë elektrike është kthyer në një domosdoshmëri në reduktimin e ndotjes së mjedisit dhe në uljen e kostove, ndërkohë që për herë të parë në institucionet publike të qytetit Kukësit është instaluar sistemi fotovoltaik. Në rekonstruksionin e konviktit të 20 dëshmorë të pjesë e projektit përfute edhe instalimi i sistemit fotovoltaik. Inxhinieri Ndue Gjaci thotë se përmes paneleve të instaluara në qatinë e konviktit sigurohet 140 kWh energji e mjaftueshme për të përmbushur pjesën më të madhe të nevojave që do të ketë ky institucion. Është parë si një projekt i ri që do të japë një impakt shumë pozitiv këtij konflikti. Në mënyrë të alternuar me energjinë elektrike, në momentin që energjia elektrike ikën, ajo futet në eficiencë më njëherë për sistemin e energjisë elektrike. Sa kapacitet kanë këto? Kapaciteti është 140 kW. Pra kapaciteti është i konsiderueshëm dhe është i mjaftueshëm për konfliktin që bëhet fjalë për rastin konkret. Përmes sistemit fotovoltaikëve, energjia sigurohet thuajse përgjatë gjithë vitit, por në vartësi të Institutit të Dritës bie edhe prodhimi.